Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida. Përshëndetje. Okej, miq, një nga pyetjet që më bën ndërkohë që kam qenë me stafin tim dhe duke folur për cilat janë the green of greens të personave që ne kemi të ftuar për kapelën që është e prillit 2026, në të cilin do flasim shprehimisht për Green of Greens si projekt, që do të thotë është talenti talenteve, ekspertiza ekspertizave, eksperjenca eksperiencave, gjëja më elitare që ka dikush në veten e vet, e cila e bën që në treg të gjej vendin në mënyrën më dinjitoze të mundshme. Dhe pyetja që më bën gocat ishte, okay, po ti Lida, mund të flasësh pak për cila është your Green of Greens, ose ajo që unë e quaj shumë thjesht, gjëja që ka të bëjë me aq sa di të bëj unë është midis dy thonjve të gishtave. Gjën tjetër nuk di ta bëj. Dhe pyetja është, çfarë është my Green of Greens? Më lejoni ta ndaj në 3 gjëra. E para fare njëherë ka të bëjë me talentet e mia, ato që janë të lindura, ato që janë të zhvilluara gjatë jetës, dhe e dyta ka të bëjë me vlerat, e treta ka të bëjë me interesat. Dhe kjo është ADN-ja e my Green of Greens. Nëse do flas për talentet, unë kam qenë e bekuar që disa njerëz që në fillimet e hershme të pesjes time në karrierë apo të futjes time në karrierë, ata pan tek unë që unë kisha një talent jashtëzakonshëm për të ndërtuar njerëzit, për t'i inkurajuar, për t'i motivuar, për t'ju dhënë mundësi që të esin. Dhe jo vetëm kaq, po ndihesha shumë e lumtur ka ata esin shumë mirë. Të parët që kanë vënë re këtë gjën ka qenë Mary and Peter Robsons. Kur unë kam krijuar kompaninë e parë, kam qenë a real baby, kam qenë shumë e re dhe nuk dija asnjë gjë. Kisha vetëm nuhatjen e mirë për të bërë biznes. Dhe atë që ata bën me mua ishte pikërisht kjo. Kur më panë që unë arrita të kisha rreth 12 guida, që ndroheshin, që vinin, dhe agjencia ishte Parnas Travel and Tours, me këto guida ajo që unë bëja, dhe ata ishin prezent, në shumicën e rasteve ishin prezent dhe shikonin, ishte mënyra se si i ndërtoja. Pra, ishte një mënyrë sipas tyre shumë efikase, edhe për arsye se unë duhet i bëja se duhet i bëja të gatshëm që të mirën në autobusin dhe ta çonin matanë dhe të shoqëronin. Nga ana tjetër, në mbasdite kur i takoja dhe takoheshim te krahu i Shqiponjës në Saran, ka qenë sapo i kishte hapur Tani Ndier atëherë, kur ne uleshim atje dhe flisnim, gjëja që unë ndaja me ta ishin kartolinat. Zakonisht njerëzve ju thoshim që në fillim, dhe bëhet fjalë fillimet e viteve 90, ku nuk ishte ku të vetë gjë dhe kartolinat, po njerëzit nga që udhtonin pak, fluturonin pak, ata donin të kishin pullat e postave nga vende të ndryshme dhe bëheshin koleksione. Unë duke ditur këtë gjë, atë që ju jepja njerëzve që sa vinin, që sa hynin në port, kaloja nëpër autobus dhe i thoshja, ne do t'ju japim në një kartolinë, e keni dhuratë nga ne, ju shkruani, dërgojani vetes dhe ne do ta postojmë për ju, që aty do të keni dhe pullën nga Saranda. Mbani mend, arsyeja pse e thoshja ishte se në fakt në kohën e vapës bëhesh një siesta dhe bëhesh xhanxhi, nuk ishte njëri në qytet. Koha kur ata kishin mundësi të dinë të merrin ndonjë dhuratë. Me pak fjalë e bëra gjithë një ekspoze të kësaj për të thënë që nëpërmjet kësaj kur unë ulesha me guidat dhe uleshim tek siç thashë tek krahu Shqiponjës, ne hapnim kartolinat dhe aty unë kuptoja cili nga guidat kishte bërë çfarë. Sepse sigurisht që ai personi që vinte nga jashtë ja drejtonte kartolinën vetes, ja drejtonte dikujt që e kishte në shtëpi, ca prej tyre ja drejtonin qenit që kishin lënë në shtëpi, dhe janë shumë për të qeshur, shumë fani ca histori, por midis të tjerave ata shkruanin që ne kishim një guid i cili na tha këtë, na bëri këtë, mund të ishin 2-3 fjali, po kjo fliste shumë. Dhe unë zakonisht ata shkruanin gjërat e mira që kishte bërë guida, dhe unë merresha me çfarë kishin bërë më mirë, dhe bëja një shembull për të tjerët, ku thoshja që do të flasim për shiko sa mirë ka bërë Erioni këtë gjën. Dhe prezent tu shpeshherë kanë qenë dhe Mary dhe Peteri. Dhe ata shikonin që unë këtë gjën e bëja me gjithë shpirt. Pra nuk e bëja thjesht se më interesonte mua për biznesin, po e bëja me gjithë shpirt, dhe kjo është një gjë që ata filluan të më thonin që shiko se dita bësh shumë mirë. Më mbrapa kur jam futur dhe kam punuar në një fondacion, gjëja që prap ai personi që ishte caktuar të ishte udhëzuesi im, advisor, këshilluesi, ai vuri re këtë gjë dhe më tha që mënyra se si ti i rrit njerëzit. Me pak fjalë, ishin shumë njerëz që ma vu në duke këtë gjë, dhe pastaj nuk do shumë mend që të marrësh të punosh me këtë gjë. E dyta, pra kjo është e talentet. E dyta ka të bëjë me vlerat. Vlerat janë ajo
është një pjesë e madhe e gjës, sepse për shkak që ti bën sa gjëra që janë brenda vlerave të pranuara të tuat, ka kuptim jeta, ka kuptim ajo që bën. Kjo është një pjesë e madhe e bërjes së diçkaje dhe të kënaqurit me atë gjë, që është një pjesë e madhe e kuptueshmërisë që ka jeshilja, që them unë. Nga ana tjetër, e treta ka të bëjë me interesat afatgjata, afatshkurtra. Në jeshilën time gjithmonë interesat afatshkurtra kanë qenë dua të bëj diçka e cila është jo sot për sot. Dhe dua të bëj diçka me njerëz dhe përmes njerëzve. Pra, atje ku shumë kolegë të mi kanë ndërtuar gjëra të jashtëzakonshme, kanë investuar, të themi në real estate apo diçka tjetër, unë kam ndjerë që duhet investoja në vetë zhvillimin tim dhe në zhvillimin e njerëzve. Dhe kam investuar goxha, kam harxuar goxha për të bërë këtë gjë. Në interesat e mia afatgjat ka qenë gjithmonë që unë dua realisht në vlerat e mia dua që unë të jem një person që të më thuhet që të lumt, shërbëtore mirë dhe besnike. Dhe duke pasur këto vlera, dhe duke pasur këto interesa afatshkurtra, afatgjat, kam përdorur talentet e mia në më të mirën që unë di të bëj. Dhe kjo është jeshilja ime. Ky kombinim, kjo ADN më ka bërë që unë të shijoj gjithçka dhe të mos e mas suksesin tim me çfarë bën dikush tjetër, po ta mas me realisht to tre pjesë të ADN-s, të Green of Green times. Miq, kam një pyetje për secilin nga ju që ka arritur të më dëgjoj, edhe duke pasur gjithmonë atë frikën që mund t'i ngatrojnë çik gjërat. Pyetja ime është e para fare, cilat janë ato talente, ato aftësi që ti di, që ti kanë vënë në dukje, dhe nëse nuk e di, shko pyet një nga prindrit. Shko pyet një nga mësuesit, ose kujto çfarë kanë thënë mësuesit, që ti je shumë e mirë në këtë gjë, ose ti e bën shumë mirë këtë gjë. Nganjëherë në kulturën shqiptare është edhe kjo tjetra, që thonë mos e bë këtë se ngele duke e bërë. Kuptoj që ti ke një talent atë që nuk e ka kushdo. E dyta, më shikojnë çik, unë do të bëj një check-in të vlerave të tua. Cilat janë ato vlera, të cilat kur ti i zbaton, i vën në jetë, ato janë realisht vlera të cilat të bëjnë të ndihesh shumë mirë. Me pak fjalë themon, çfarë është ajo gjë të bën të fluturosh. Për shembull, a mund të bësh pa këtë vlerë? Dhe kur ke bërë një gjë pa këtë vlerë, çka ka ndodhur? Sa keq e ndjer. Shnoj këto vlerat. Të bën vetëm mirë ti shnosh. Dhe e treta, cilat janë interesat e tua? Çfarë do të lësh nëse të pyes dikush? Çfarë do të lësh në fund fare në këtë botë? Kur do ikësh pas 100 vitesh? Çfarë do të lësh që e ke bërë, që ja ke dalë? Edhe në varësi të kësaj, konkretisht, cili është interesi afatshkurtër që ke për këtë gjë? Pra nëse do të lësh fjalabi një biznes, apo do të lësh një emër, sa je duke punuar në afat shkurtër për këtë gjë? Çfarë po investon për veten tënde? Çfarë po mëson? Sa e aftë ta bësh këtë gjë apo i aftë ta bësh këtë gjë? Shkruaj këto tre gjëra, pra talentet që njerëzit kanë vënë re tek ty, apo ti ke vënë re, apo ti ke qenë fatlum dhe të bërë një test në kohën e duhur, cilat janë vlerat, pa cilat ju nuk bën dot, dhe cilat janë interesat afatgjata, çfarë do të lësh në këtë botë. Nëse do kesh këto të treja, je duke shkuar tek ajo që unë e quaj jeshilja e jeshileve, që është the green of greens, që është talenti mbi cilin ti mund të gjesh kuptimin e plot të kohës tënde të punës, po jo vetëm të kohës punës, bëhet fjalë për 24 orëshin. Okej, miq, duke uruar gjithë bekimet e Perëndis, miqësisht e Lida. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i unë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit, me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Lutem, është shumë e kollajt me gjesh, ndoshta në Facebook, me Lida Notro,
ndofta në Instagram, që është Emi Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunojmë. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MSC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.